Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit. Roza Lati dhe Gjonatani. Roza Lati muaj më parë ka qenë e përfolur për lidhjen dhe marrëdhënien e dashurisë së saj me Gjonatanin, por siç duket kjo lidhje ka përfunduar, ashtu siç u fol herëve të kaluar, po flitet edhe tani. Edhe pse Roza në fakt ka sjellur së bashku me nënën e saj Meritën një super projekt të bukur, një projekt në fakt që po na dhuron shumë emocion, shumë dashuri, na kishte munguar kjo energji e pozitivitetit, kjo energji e humorit na kishte munguar pafund, por siç duket gjërat kanë përfunduar. Lidhja e moderatores së Roza Lati dhe Gjonatan Islamit ishte për shumë kohë krye fjala e mediave roz. Çifti shpejt e bëri këtë raport publik, duke shijuar romancën edhe publikisht. Por pas më shumë se një vit i bashk, duket se diçka ka ndodhur edhe raporti tyre me gjasme ka mbritur drejt fundit. Në rrjetet e tyre sociale, si Roza ashtu dhe Gjonatani kanë fshirë çdo foto që kishin së bashku. Nga ana tjetër ata kanë larguar edhe njëri tjetrin nga lista e ndjekësve. Ja tani do të bëjmë një provë. Për shembull do të futemi tek Roza Lati dhe do shohim për shembull nëse Roza Lati e ndjek Gjonatani në Instagram. Nuk e ndjek. Do me thënë Roza Lati, Gjonatani nuk e ndjek as pak në Instagram. Do me thënë i bie që është krisur marrëdhënia e tyre. Në gjuhën e sotme, kjo shpesh merret si një shenjë që një çift është ndar. Kujtojmë se për gjatë të gjithë verës, çifti është parë së bashku në jug, ku Gjonatan ka qenë i zënë me sezonin turistik, teksa Roza e ka shoqëruar për 3 muaj me radhë. Moderatoria e njohur Roza Lati prej disa kohësh ka bërë publike lidhjen e saj të dashurisë me Gjonatan Islamin. Shpesh ata ndajnë në rrjetet e tyre sociale momente të ëmbla pranë njërit tjetrit. Mirëpo së fundmi Roza, e ftuar në një intervistë, ka rrëfyer detaje nga marrëdhënia e tyre, teksa ka theksuar se mes tyre ka shumë dashuri. Unë Gjonatanin e gjeta në det, thotë. Shpirtrat binjakë gjejnë njëri tjetrin. U kuptuam dhe që nga ajo ditë nuk kemi qëndruar më pa njëri tjetrin. Megjithatë, e pyetur për plane për martesë, moderatorja theksoi se në këtë fazë të marrëdhënies, ata nuk janë duke menduar për këtë. Për martesën është shumë herët për të folur, me rëndësi është se ka shumë dashuri, ka thënë Roza. Në një seri përgjigjesh për ndjekësit në Instagram, Roza ka treguar se po përjeton një periudhë të qetë dhe të bukur në jetë. Ajo ka deklaruar se ka gjetur njeriun e duhur dhe se marrëdhënia e saj me Gjonatanin, i cili është 8 vjet më i ri, është një burim lumturie edhe harmonie. Por në lidhje me pyetjet rreth mundësisë së një shtatzani apo krijimit të familjes, gjë që në fakt ishte edhe në episodin e parë të vlogut që kishte bërë Roza dhe Rita, i cili është 8 vjet më i ri, do të thënë është 8 vjet më i ri se Roza. Është një burim lumturie dhe harmonie në fakt në këtë rast. Në lidhje me pyetjet rreth mundësisë së një shtatzanie apo krijimit të një familjes, Roza është përgjigjur duke theksuar se ata janë të fokusuar në të tashmen dhe po jetojnë çdo moment pa presion. Ndryshimet në rrjetet e tyre sociale janë vënë re menjëherë pas kthimit të tyre në jug. Nuk e dim nëse ndryshimet kanë pësuar në rrjetet e tyre sociale dhe janë një reflektim i situatës së çiftit apo diçka tjetër që fshihet mes këtyre detajeve. Në fakt ka qenë ky lajmi që përflitet për Roza. Roza nuk e ndjekën Gjonatanin në Instagram, por edhe Gjonatani nuk e ndjekën Rozën. Çfarë po ndodh me çiftin? Unë në fakt pretendoja që kjo dashuria do të vazhdonte. Rita e ka folur fjalët më të mira për Gjonatanin, por dua të marr mendimin tuaj. Si shikoni ju marrëdhënien e Rozës edhe të Gjonatanit?